flagrante të një premtimi të Lulzim Bashës. Kur I duheshin votat, njësoj si Sali Berisha, Lulzimi u zotua të ndërtojë një park sportiv tek diga e liçenit. Por, njësoj si Sali Berisha, edhe Lulzim Basha, tjetër thot e tjetër bën. Në vend të parkut sportiv, Kryebashkiaku I Tiranës ka dhënë lejen për të ndërtuar një mur gjigant betoni, me 5 kulla, 20 kaçe brojtimi që ndan qytetin e qytetarët nga parku I mbetur I liçenit. Po nuk është vetëm kaq, dhe nuk mbaron vetëm te kjo leje abuzime. Shpërdorimi I detyrës dhe I besimit të qytetarëve nga Kryebashkiaku Lulzim Basha. Vjetra leje të tjera të dhëna në kundërshtim të plot me interesin publik I qytetar kanë marrë apo presin të marrin firmën e Lulzim Bashës. Vendimi I dieshëm I qeverisë do të ndalojë jo Lulzim Bashën, po fenomenin Lul në mbar Shqipërinë, që të vazhdojë të shkatrojë të shëmtojë qytetet, Bregdetin, peizazhin anës rrugëve, tokën bujqësore, ullishtat, me leje abuzive që pjellin masivisht shëmtira prej betoni. Fenomeni Lul nuk fillon e as mbaron me kufijtë e autoritetit vendor, por së paku, vendimi I dieshëm I qeverisë shqiptare ka dhënë një cak të qartë për këtë fenomen, duke ndalur shkatrimin e mëtejshëm të territorit nga duart këtij soi Kryebashkiaku që tjetër thot e tjetër bën.